Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Falënderim takojnë Allahut, mirësitë, bekimet qofshin me dashurin e Tij, dërguarin e Tij sallallahu alaihi wasallam. Babu jawazi at-tawafi ala ba'irin wa ghayrihi wa istilamu al-hajri bi mihjanin wa nahwihi lirrakib. Lejohet që tawafi të bëhet hipur mbi diçka, deve apo çdo lloj gjëje tjetër, dhe lejohet që guri i zi të preket me shkop ose me diçka tjetër. Si më thënë, njerëzit e kanë atë bindjen që tawafi bëhet vetëm kështu në këmbë, po faktikisht lejohet që të bëhet tawafi edhe siç është rasti i deves apo me makinë apo siç ka dalë tani atje për shembull në Qabe ka motora elektrik ose ato makinat elektrike, edhe bën tawafin edhe sajin. Dikush mendon se s'lejohet edhe duhet patjetër që njeriu ta bëjë vetëm me këmbët e veta, po faktikisht lejohet, s'ka asnjë problem. Argumenti pejgamberi sa ka bërë tawaf mbi deve. Pra hipur mbi deve ka bërë tawafin. Të thotë s'është kusht të prekin patjetër këmbët në tokë, mund ta bësh edhe në ajër. Për këtë arsye kam pas pyetje në librat e fikut të hershëm, nëse njeriu e bën tawafin në ajër, ai pranohet apo jo? Është trajtuese pyetje. Thuhet që e kanë pyetur Imam Malikun, a pranohet tawafi në ajër? Imam Maliku ka qenë shumë racional në këto muhabete. Ka thonë, a ka nodh? Prit një herë të nodhi, pastaj t'u japin përgjigje. Ndërsa Imam Abu Hanifja, Allahu mëshiroft, ka qenë më interesant. Çdo pyetje që i bëjnë nga këto gjërat, thënë kështu para shikueshme e jepte përgjigjen. Se Imam Maliku ka qenë shumë racional, thoshte, ka nodh? Jo, i thoshte, s'ka nodh, po thjesht po pyesim. Lejet nodhi herë, pastaj flasim. Nëse Imam Abu Hanifa jepte përgjigje, Allahu mëshiroft. E rëndësishme, pra nëse dikush e bën tawafin me helikopter për shembull, ose me dron, ato dron taksi që janë të vegjël. Ai pranohet? I pranohet, s'ka në rregull është. Po si ja bën ai për shembull për gurin e zi, në drejtim gurit zi. Se qabja vazhdon deri në qiell. Qabja vazhdon deri në qiell. Nëse qabja do të ishte 10 katëshe, për shembull, tawafi mund bëhet në gjitha katët, s'ka lidhje. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يسلم الركن بمحجن. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka bërë tawafin në haxhin e lamtumijës mbi deve, ndërsa gurin e përshëndeste me shkopin e tij. Pra nuk zbriste me puth gurin, as me e prek. E prekte me shkop edhe vazhdojte. An Ummi Salama qalet shakawt ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki qal tufi min wara'i an-nas wa anti raqiba fatuft. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila janbi al-bayt yaqra'u bit-tur wa kitab al-mastur. Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha tregon, ju ankova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kam dhimbje, jam pa qejf, si më thënë. Më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëje tawafin mas njerëzve. Tawafin rreth Qabës, ndërkohë që pjesa tjetër ishte bosh, s'ka pas xhami siç është sot, ka qenë bosh. Bëje tawafin me tan njerëzve dhe hip mbi diçka. Thotë dhe kështu veprova. Ndërkohë që thotë që unë po bëja tawafin, pejgamberi sa sem po falej afër Qabës dhe po lexonte surën Tur. Pra gjithë ideja është që ka tolerancë dhe ka lehtësim, dhe se feja e Zotit, alhamdulillah, ka parashikuar të gjitha situatat, me atë i ka parakalu në parashikim çdo lloj gjëje, sepse ka ardhur nga Zoti
deri për ditë kiametit. Kështu që çdo lloj situate që mund të ndodhi në botë e ka klauzonin brenda. Alhamdulillah.